Këtu investimi ka filluar paralel, pra edhe nga pjesa e fundit, ke Kavalishenca le të themi, edhe nga pjesa e fillimit, janë dy kompani të ndryshme që po punojnë. Mbushja është bërë nga vija e shëtitores, le të themi, rreth 75 metra deri tani. Pra ka qenë kjo periudha që ne kemi parë edhe materialin me projektuesin, është sipas projektit apo jo? Kjo është zona ku jemi aktualisht. Do me thënë, nga pjesa e pistës deri këtu 2.1 kilometër është zona që po ndërhyjmë ne. Kjo është vija e Bregdetit ekzistuese e vjetra. Kjo është vija e Bregdetit e re që po ndërtohet sipas projektit. Kjo është vija pasaj që shkon mbushja deri në fund, që krijohet pjertësia për pjesën e plazhit. Vija nga shëtitoria deri tek vija e re e Bregdetit është 100 metër. Pjesa e mbushjes pasaj shkon nga 30 deri në 50 metër. Ndërkohë që jemi në fazën përfundimtare të lidhjes së kontratës për projektin e ri, që do zgjeroj pjesën e shëtitores, dhe që do krijojë edhe një sër facilitetesh, shërbimesh publike, kandelojrash, sporte, pa hapësirash, do e kthej praktikisht shëtitoren e Durrësit një nga shëtitoret më të bukur që mund të ketë. Kjo tani do bëhet e jashtëzakonshme. E para herë që do ketë një sërfaqe ranore fantastike. Pastaj me gjithë ato ndërhyrjet e reja dhe me pemët që do mbjellen shumë pemë. Edhe do krijohet një pres. Pra qëllimi i atij projektit kryeministër është të ketë një si ishull gjelbërimi midis shëtitores dhe pjesës së rërës, dhe aty do të shtohen dhe disa aktivitete të ndryshme, që siç janë sport, kultura, aktivitete të festave të ndryshme që mund të organizohen, pra do të krijojë më shumë hapësirë për qytetarët dhe për pushuesit e themi. Kontrata është në fazën e lidhjes. E kemi ndonë do të thonë në punë. Hajde si ju demokratët, dëgjoj, si e ke tash planin tënd, kohën tënde, kur e mbyll? Unë para sezonit ta bëj. Ta përgatis para sezonit. Para sezonit e gati. Para sezonit. Pastaj do bëhet një ajustim më mbrapa me siguri. Normal ato që ka projektin. Kontratën e ka ofertuar. Ka 54 muaj në garanci. Ka brez tjetër, ka për të shtu, ka për të bëhë këtu, apo si është? Gjëra të vogla mund të bëjë një nivelim sepse është në të njëjtën kohë me shëtitoren. Por do ketë atë pjertësinë. Po, në të njëjtën kohë. Për nga ditë. Që mos të projekti tjetër, që praktikisht projekti tjetër i kualifikimi dhe i ishullit i gjelbës së shtatë kryetarja. E kemi ndarë në dy faza. Kontrata që ne lidhim me Kismet Zotit javës tjetër është gjithë pjesa e shtrimit dhe hardscape-i, ndërkohë që në fazën e dytë do kemi pasaj gjithë pjesën e gjelbërimit, landscape-i dhe gjelbërimit. Që nëse kap sezonit kanë mbaruar këto punët e ndërhyrjes në infrastrukturë. Gjatësia e kontratës ku ne po vizitojmë sot është rreth 2 kilometra, pra është bërë deri tani rreth 500 metra mbushje, me një thellësi 75 metra, siç e thanë, kanë edhe akoma për të bjuar punë për të arritur diku në mes pistës. Do të vazhdoj puna edhe në pjesën tjetër pastaj, por kjo periudhë ka qenë edhe për të testuar pak materiale, sepse edhe ne kemi qenë kërkues, është një investim shumë i rëndësishëm që nuk na tolerohet asnjë lloj Në cilësinë, jemi mirë me cilësinë e materialit. Jemi më 2% më shumë argjil ka e vjetra, se sa pra ajo na është më lartë. Pra kjo që marrim neve është më lartë nga ekzistuese. Ka më pak argjil. Gjithë vija është 3.2 kilometra, gjithë vija që kualifikohet, bashkë me kontratën që punon nga Matan, që është kompani tjetër, është 1 kilometër. Andej po ecën? Po, është fush Andej që ka e ka filluar nga fillimi nga marina dhe këtej po. Me marinën. Dhe 7 metra ka mbushur praktikisht. Dhe vazhdon me 100 metrash. Super. Ministër, këtu jemi në Jemi në kantierin e shëtitores Taulantia, i cili ka filluar disa muaj më parë, dhe ne kemi ecur me punën përgjatë gjithë gjatësisë, pra janë duke realizuar themelet e shëtitores, le të themi, ku do të vendosen dhe elementët vertikal. Dhe këtu kemi, siç e shikon, një
element i cili do të filloj aplikimin dhe vendosjen pasi të arrihet marka e betonit në pjesën e themeleve. Gjatësia e gjithë objektit është rreth 215 metra dhe kjo do të jetë si një element pjezus dhe dekorativ për gjatë shëtitores. Normalisht u hoqën gjithë pjesët e stolave të cilat ishin amortizuar goxha. Dhe këtu jemi duke punuar me pjesën e shtrimit të bazamentit dhe të vendosjes së elementëve. Është zgjeruar pak, po. Gjithashtu është vendosur dhe pjesa e barrierës, pra mbushja me gur, e cila do të shërbejë përveç profilit që ka vetë elementi dhe dallkthysit, është vendosur elementi i gurve i cili do të shërbejë edhe për të amortizuar fuqinë e dallëve gjatë kryesisht gjatë sezonit të dimrit dhe të rreshjeve. Projekti përfshin gjithashtu përveç se vendosjes pergolatës, përfshin edhe sistemimin e gjithë territorit që nga lokalet që ndodhen shëtitore, sistemimin e urave të bardha dhe elementet e ndriçimit, elementet e stolave dhe pjesën e gjelbrimit në një sasi të kufizuar, sepse edhe distanca është relativisht e vogël e themi. Kjo është një zonë që ka një frekuentim shumë të lartë gjatë verës. Për arsye të amortizimit ne bëm këtë ndërhyrje normalisht dhe shtrihet nga pista deri tek Sfinksi, ka një fluks të madh të lëvizjes, siç e thash, dhe në këtë zonë kryesisht jepen shërbimet e restoracionit, pra kanë bare dhe restorante, të cilat japin shumë shërbim gjatë sezonit turistik dhe jo vetëm, sepse edhe gjatë dimrit është një zonë me frekuentim të lartë. Gjithashtu, kjo kontratë është e lidhur nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit, dhe bashkë me këtë kemi dhe investimin në hyrjen e Durrësit, ku do të bëhet rehabilitimi plot i hyrjes në aspektin e elementëve, pra vendosjen e pistës së biçikletave, rehabilitimin e asfaltit, ndriçimin, gjelbrimin, por një element shumë i rëndësishëm është edhe lidhja e kanalit urave të larta nga Shkozeti dhe plazhi drejt urës Dajlanit, situatës së përmbytjeve që patëm. Kemi biseduar me kompaninë edhe me Fondin Shqiptar Zhvillimit për të bërë të mundur që të hapet e plot dhe tombino të vendoset e re në mënyrë që të parashikojë dhe fluksin e lartë të ujrave që arritën në maksimum në rastin e rreshjeve të javës që kaloi. Vinë shumë për uje të plastikës nga ujrat e fryrë dhe ato krijojnë një situatë si ajo atje që është pa mundur të përballohet nga asnjë lloj kanali, kështu i duhet me i bërë paralelisht. Kur e ka fatin për të ndërtuar, besoj kanë maj. Para sezonit, kjo dhe kërvema. Po kështu po shtrimi në vazhdim me njëtën, shtrimi është po me të njëjtën ngjyrë që janë bërë elementet dhe do të hiqet dhe shtrimi ekzistues, do të shtrohet me një pllak me një dimension pak më të vogël që të jetë unifikuar gjatë gjithë gjerësisë shëtitores. Është edhe çanda që zgjerimi, që dhe zgjidhja që është gjetur me element pafabrikate për zgjerimin, siç e pamundur të bësh në vende të lehtë. Dhe kjo ka krijuar edhe këtë një lloj ngadalësie, sepse gjithë elementet janë pafabrikuar. Vetëm për atë elementin janë bërë disa prova që sigurohesh qoftë shëndetshmëria nga pikpamja konstruktive, por edhe pjesa estetike e gjës. Por tani që janë zgjidhur gjithë elementet bashkë me arkitektin. Tani kjo deri më e mbyllur, po? Kjo është super se kjo krijon një bulevard të ri edhe shumë cilësor, se me atë Tu kemi disa imazhe. Me atë që ishte kështu krijohet dhe hije, Po, një pjesë e këtyre këtu dallohet pak më mirë, është mbuluar sipër, pra ka Jezus, ka disa elementë cilët janë të hapur, poshtë do të jetë e mobiluar me stola, pra që njerëzit mund të qëndrojnë qoftë para dite apo të pas dite, dhe do të ketë disa elementë të gjelbrimit, të cilët nuk janë vendosur, por dhe ndriçimin e gjithë pergolata do të jetë ndriçuar dhe lart, pra me një ndriçim të qetë. Po. super.